Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar që Serbia është armatosur fshehurazi dhe tashmë ka bler armatime të shumta. E gjithashtu ai ka deklaruar që ka vendosur që serbët të bëjnë me detyrim ushtrinë. Si gjykoni këta hapa? Madje ka shkuar deri aty sa ka thënë që gjitha këto masa po merren nga që ka një lloj, po themi, aleance mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë, ndoshta e kanë ftuar dhe Bullgarinë që të jetë pjesë e kësaj aleance. Jugoslavia, Serbia është një kali ngordhur për mua. Është një kali ngordhur sepse Serbia e pa se ç'pësoi në 99-ën. E mori vesh mirë se kush është fuqia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E di mirë Serbia që sado që të armatoset ka bon stilin bazën amerikane e ka në Kosovë. E di mirë ai që përveç bon stilit, për punë një jave, për punë 3 ditësh mund të armatoset shumë herë më shumë se sa Serbia, baza e Kuçovës që kemi ne në Shqipëri. Kështu që ato janë, ai mban me shpresë ata fashistët e tij që ka në Beograd, u jep kurajo atyre që s'kini ja, ne jemi armatosur dhe do bëjmë, gjithë bëjmë. Dhe Rafalet që morën nga Franca i kanë marrë me aftësi të kufizuara. Nuk janë në gjendje që të përballen me F-16 apo me Su 35 apo tipet e tjera të avionëve që kanë Rusia dhe Amerika. Nuk ngrën dot peshë për të mbajtur bomba të mëdha për distanca të mëdha, tamam i ka gjysmak dhe asnjë gjë s'ka fituar. Nuk mund të armatoset, nuk mund të lejojnë Serbinë të armatoset aq shumë sa të bëhet kërcënim për të tjerët. Se ajo Amerika që vate bombardoi ato të 3 qendrat e pasurimit të uraniumit, ka fare kollaj që të një 3-4 në ato bombat në Beograd dhe mbaroi Beogradi edhe Vučići. Është kali ngordhur. Avokat, po, a duhet përgëzuar iniciativa dhe përkujdesja që ka Vučić ndaj shtetit dhe Serbisë që thotë armatosin, pavarësisht se mund të jetë kali ngordhur, e ndërkohë nga ana jonë ne s'kemi as ushtri, as armatime, edhe po themi qeveritarët nuk bëjnë asgjë drejt. Ai, dëgjoj, Vučići mbështetet nga Putini. Dhe është avangard, është një pararoj që ka Rusia në Ballkan dhe në Evropë. Nuk mund të bëj dot asnjë gjë. Jo ushtri të bërej të mbledh ai, po çfarë të dojë dhe të mbledh, nuk mund të përballet me Amerikën. Harrojeni. Ta harroj Vučić e di, po ta harrojnë dhe ata pasuesit e tij. Në Serbi, në qoftë se i merr kokaer ati dhe fillon ndonjë veprim kundër Kroacisë apo kundër Kosovës, e di që është i eliminuar brenda 24 orësh. Bile mund ta vrasin dhe atë vet direkt, ja edhe një atje ku flot, tak. Ai e di atë. Thjesht bën propagandë për njerëzit e tij dhe ta armatosi ato serbinës, na prish punë. Nuk do rrim pa u armatosur dhe neve. Edhe ne do ta bëjmë dhe duhet ta bëjmë atë shërbimin e detyrueshëm ushtarak. Se ajo do ketë disa avantazhe të shkëlqyera për popullsinë dhe për djemtë tanë. Sepse ushtria të edukon, të kalit dhe të bën të përgjegjshëm. E nuk të lë të merresh me hashashe dhe me pantallona të grisura në rrugët e Tiranës. Avokat, ne ishim javës që shkoi në një intervistë ku ju pyeta nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës do të godasin Iranin. Dhe ju ndër të tjera thatë që shpresoj që një gjë e tillë të mos ndodhë. Ndërkohë të dielën SBA-t vendosin që të bombardonin 3 impiante bërthamore të Iranit. Si gjykoni këtë vendim të tyre? Shiko. Kemi disa vende që janë të armatosur me armë atomike. Indi, Pakistan, Kin, Rusi, Gjermani, Francë, Angli, Izrael. Pra,
këto vende i kanë armët atomike. Izraeli pse të mos i ketë? Irani, më fal. Irani pse të mos i ketë? Me çfarë drejtë ja ndalo? Se në fundit ato që kanë ndaluar deri tani çfarrosin e botës janë pikërisht armët atomike, se asnjëri nuk guxon të shkrep. Sepse po u shkrepën, e tha Einstein, e katërta tha do fillojë me shkopinj. Megjithatë, kanë një farë arsyetimi i amerikanët që kundërshtojnë armatosin e Iranit, sepse Irani thot duhet të zhduket shteti izraelit. Unë nuk jam për atë që të zhduket shteti izraelit, unë jam për atë që shteti izraelit të shkoj ati ku ka origjinën, në Irak. Se janë pasardhësit e si quajnë, këtë më që theri dashin, vajtit. Nëse origjinën e kanë atje, nëse aty është Palestinë, dhe nuk ka asnjë justifikim, asnjë arsyetim që të zhduket shteti palestinez, të vriten gra dhe fëmijë në Palestinë, për qefti i Izraelit, për ato krime monstruoze që po bën Izraeli sot. Pra, në këtë pikë, unë jam për atë që secili të jetë zot në shtëpinë e tij. Dhe krimet që kanë bërë palestinezët që kur u krijuan në 48-ën e filluan, vajtën me zor, u vendosën atje, i ngulën me zor, kunj e vunë anglezët atje dhe gjermanët e vunë atë shtetin Izraelit. Pastaj filloi luftrat, filloi luftë në 56-ën, në 67-ën, në 74-ën, vazhdon me luftë derisa ka mbytur gjithë lidhjen e mesme, e ka mbytur në gjak. Edhe përfiton nga një se ata arabët nuk solidarizohen me popullin e Palestinës. Janë ato përçarjet e zakonshme të njohura që bën në histori midis shteteve. Nuk megjithatë, ajo që desha të theksoj është që amerikanët goditën qendrat e reaktorëve e këtyre, si quhen këto, impjantet bërthamore, të lavatricet e uraniumit. Lajmet në kohë lufte janë kontradiktore. Ka dhe të vërteta dhe të gënjeshtra. Dje pas një nga këta bektashinjt shqiptarë që jetojnë në Iran, dhe tha, uraniumi ishte hequr me kohë nga ato centrifugat. Ishte hequr me kohë, nuk u dëmtua uraniumi. Dhe amerikanët nuk vajtën të pushtojnë Iranin, vajtën vetëm për të prishur ato qendrat e prodhimit të uraniumit, pastrimit të uraniumit, të pasurimit. Do të ndaloj për gjithmonë? Jo, nuk besoj të ndaloj për gjithmonë, sepse ka dhe fuqit të tjera që ndihmojnë Iranin. Ta thash rreth e kaluar, në mos gaboj, ka një problem me Iranin, sepse Irani ja sot dëgjuam në lajme që do ka tentuar dhe ka thënë që do bllokojë ngushticin e Hormuzit. Çfarë do të thotë që ne do të na ngrihen çmimet në qiell tani tutje. Imagjino se ç'do bëhet me ne që i kemi aktualisht çmimet i kemi 80% më lart se në Gjermani. Imagjino se ku do shkojnë. Po pse ndodh kjo? Sepse ne kemi qeveri tradhtare antikombëtare. Ne kemi naftë që të mbytet Evropa në naftë dhe ne naftën e kemi më shtrenjtë se kushdo tjetër. Më shtrenjtë dhe se në Kosovë dhe në Maqedoni që e marrin tek neve. Prandaj them, nga do që të vemi e të vim, ne kemi një qeveri antikombëtare, antishqiptare që duhet të rrëzuar me çdo mjet, me çdo kusht. Avokat, janë dy ngjarje të paktën që ende nuk janë zbardhur, është vrasja e Santosit, ish bankierit në mes të bllokut. Ndërkohë ka pasur së fundmi edhe disa personazhe publik që kanë deklaruar që edhe kastriot myftare në vetvete nuk është vetë vrarë, pra nuk është hedhur nga pallati, po është një vrasje. Këtë e besoj dhe unë sepse jam nisur nga deklaratat e tjemës së kastriot myftarajt. E jema tha, djalin ma kanë vrarë, nuk u hodh nga balkoni, tha, si që thuhet. Absolutisht jo. Tani sa e di jema, nuk e di unë e ti. E din strukturat e shtetit, e di policia e shtetit, i di shërbimi informativ kombëtar, i din të tëra. Ne s'kemi si t'i dim. Ndërsa, përsa e përket Santos u gjetë kush e vrau.
me motor. Është gjetur vrasësi. Atëre po me sa kam dëgjuar më duket se është vrarë dhe vrasësi. Flasim për porositësin, vrasësi. Atë se gjejmë dot, ai e di kush e ka porositur. Tani kush ka pasur interesa që të vritej Santo? Kush ka qenë interesuar që të eliminojë një bankier? Dhe përse i duhej një bankier ta kishte nën komandë? Për të transferuar para, ka që thjesht është. Kush ka dashur të transferojë para? Gjendet më zotëri, me njerë gjendet, por nuk duan ta gjejnë. Sepse ata që duhet ta gjejnë, ata kanë interesa të mëdha që të mos zbulohet ajo vrasje. Kështu që betet në enigma jo si shumë të tjera, si shumë vrasje të tjera në Shqipëri. Avokat, po Kastriot Miftare pse duhet ta vrisin? Kastriot Miftare ka bërë shumë armiq dhe fliste në shumë drejtime dhe nuk dihet kush ka qenë më interesuari për ta vrarë. Avokat, a kanë dorë dhe masonët në duke qenë se ai ishte një zë që fliste gjithmonë për ta? Nuk e di. Nuk e di. Bas është bëri rrezikshëm dhe për ata, nuk e di. Di që një nga masonët që ka qenë në Shqipëri u vra dhe nuk u marrë vesh kush dhe çfarë ndodhi, Maksim Zoto. Askush nuk e di, e gjetën të vdekur në shtëpi, kaq. Ai ka qenë mason? Po. E ka deklaruar vetë, keni shikoj Maksim Zoto në Google. Dhe ka një tek libri për masonët, ky Nikola Nikolov, amerikano-bullgari, thot kur një vrasje e bëjnë masonët, policia nuk heton. Mbyllet. S'bën hetime. Këto thot ai, tani se sa të vërteta janë, se si janë, nuk e di. Siç është rasti Kastriot Miftare që nuk u hetua, po? Po askush nuk hetoi. Se që të bjerë gjitha ai burr 180 kg, 160 kg, sa ishte ai të bjerë në balkonit, mos ketë një pikë gjak atje. Në shesh? Masonët kanë njerëzit e vet në të gjitha strukturat e mundshme. Mos diskuto fare, ajo është strukturë që nuk preket në botë. Nuk preket.